Edhe nëse mbillet ndonjë fidan ose rregullohet një park, janë të parët ata që vet i dëmtojnë. Si duket syri nuk na është mësuar t'i shohim gjërat e bukura në qytet, prandaj edhe ndoshta na pengojnë pamjet me gjelbrim. Ndonse zyrtarisht jemi në stinën e pranverës, megjithatë, sikurse në të kaluarën, edhe këtë vit, kjo stinë e gjen Tetovën pa parqe dhe pa hapësira të mjaftueshme të gjelbërta. Edhe këtë vit, pranvera gjen Tetovën me shumë pak hapësira të gjelbra. Kemi dalë t'i pyesim qytetarët se çfarë mendimi kanë sa i përket kësaj teme. Natyrën që ka Tetova nuk ka asnjë vend tjetër, por fatkeqësisht nuk është bërë asgjë për ta mirëmbajtur, thonë qytetarët, të cilët i takuam ne këtë ditë pranë parkut të ri të qytetit. Këtë gjelbrim, këtë natyrë, e kom shëtit Evropën, nuk e ka bota, në përgjithësi imagjinoni. E në këtë Tetovë kësha të shohësh me qenë endacakt, me mbetorina, me kanta, me erë të shije, unë lopë se dalë topë se vjene ere pasta. Më thanë këto premtimet që janë shumë të mëdhoja së bëhat kur gja. Asë njerë iqë, me këtë popull jo, i kom humbë në shpresat e jetës. Qytetarët më të i shprehen se megjithatë në Tetovë këto hapësira janë të pakta, ata që i takuam sot në parkun pranë lumit Shkumbin. Por në vend se të ketë parqe, qytetarët rrallëherë këto hapësira i shfrytëzojnë edhe si vende për parkim. Pranë parkut nuk mungojnë edhe mbeturinat që hidhen nga njerëzit e pandërgjegjshëm. Что мислим о све запустено. Ништо не се одржава. Asgjë nuk mirëmbahet, edhe nëse mbillet diçka, menjëherë vrapojnë që ta presin ose largojnë. Fajtor është edhe populli që nuk ka kulturë, por ka fajtor edhe më shumë. Më mirë mos i numëroj. Shpresojmë se do të jetë më mirë, do të përmirësohet diçka. Površiните u Tetovo se mnogu zagrozeni. Fillimisht hapësirat publike në Tetovë janë shumë të rrezikuara. Së dyti, në Tetovë kemi mungesë të drunjve. Nuk ka dru për ajër më të mirë. Gjithçka dëmtohet, parkingje plot dhe nuk ka gjelbërim. Kurse pikërisht në Tetovë na duhen më shumë gjelbërime. Fajtor për këtë situatë jemi vetë ne qytetarët. Nëpërmjet projektit EU për ajër të pastër, financuar nga Bashkimi Evropian, 954 pemë janë mbjellur në lokacione të ndryshme të Tetovës. Pra, për të pasur ambient të pastër, për këtë duhet të kujdeset Bashkimi Evropian. Me mbjelljen e pemëve kontribuojnë në uljen e ndotjes së ajrit, në rritjen e biodiversitetit dhe nxitjen e një mjedisi më të shëndetshëm në Tetovë, shkruan në mesazhin e Bashkimit Evropian për qytetarët e Tetovës. Por edhe për skaj këtyre kampanjave, Tetova mbetet një vend me shumë pak gjelbrime.